Kush po e fiton Deçanin? Ty me flak po i shkon Deçanit. Jo nga qytetarët, po nga 7 kandidatët të cilët ja kanë mësy komunës së Deçanit për me qeverisë në 4 vjetët e ardhshme këtë komunë. Kush po e fiton Deçanin? Bashkim Ramosaj, njëherët edhe kryetar aktual në këtë komunë. Natyra Kuqi nga Partia Social-Demokrate, Shkumbim Demaliaj nga Iniciativa Demokratike, Jetmir Prekalla nga Partia Demokratike e Kosovës, Fatën Selmanaj nga Lëvizja Vetëvendosje, Jeton Mushkolaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kandidati tjetër e që po pretendon ta marrë komunën e Deçanit është Shefqet Tolaj nga lista Guxo. Nga shumica e kandidatëve që unë i thash për juve, shumica prej tyre nuk është që e shohim ndonjë fushat shumë të nxehtë e për ta marrë këtë komunë. Ndoshta mundëm me paragjyku, mirë po fokusin në këtë video po ja jepim zotit Ramosaj dhe të vetmes kandidate grua Natyra Kuqi nga PSD. Ndalemi pak tek zoti Ramosaj. Për gjatë mandatit të dytë, ai tha që 20 premtime do i realizoj. E Instituti GAP e ka mundësu që me monitoru punën e secilit kryetar, mirë po flasim për zotin Ramosaj. E në 20 premtime të dhëna, zoti Ramosaj 9 prej tyre i përfundoi. 4 prej tyre i la gjysmë të përmbushura. 1 të filluara dhe 6 nuk kanë filluar ende. Mbase zoti Ramosaj po mendon ose uroj që t'jetë ashtu për gjithë ata të cilët kanë votë për zotin Ramosaj, që për 4 vjetët e ardhshme edhe ato 6 të cilat kanë mbetur dhe të tjerat që do i premtoj, do i realizoj në komunën e Deçanit. Në qoftë se flasim në perspektivën e një qytetari, a ka ndryshu Deçani ndër vite? Absolutisht që ka ndryshu. Edhe për gjatë 8 viteve që zoti Ramosaj udhëheq në këtë komunë. Kur dalim tek Natyra Kuqi, me fushatën e saj, ajo po thotë që zoti Ramosaj e ka bërë qeverisjen veç me vllaznillak. E që do thotë këto janë akuza që ai i ka punësu të gjithë familjarët e tij në komunën e Deçanit. Zoti Ramosaj nuk po e pranon një gjë të tillë që po i thotë Natyra Kuqi. E që e njëjta nga komentuesit e nga njerëzit që po e përcjellin fushatën, po konsiderohet si turiste në komunën e Deçanit. Mbi gjitha këto premtime që zoti Ramosaj disa i ka realizu e disa sipas tij kanë mbetë që me u fillu në mandatin tjetër, që supozohet me e marrë pas 12 tetorit. Zonja Kuqi po shkon në përshkolla e që nuk i kanë kushtet për me u zhvillu mësimi. Zonja Kuqi po shkon në përfshatra e po thotë që nuk ka ujë të pijes. Zonja Kuqi po ashtu po i prezanton disa probleme që për 4 vite zoti Ramosaj i ka neglizhu. Kur i futim këta dy në mes, kush mendoni ju që ka të drejtë e kush mendoni ju që duhet me qeverisë komunën e Deçanit? Ju mas miri e dini për shtetin e juve, po kisha prit me na tregu në komente a Bashkim Ramosaj a Natyra Kuqi. Andon se mundet me befasu edhe ndonjëri prej kandidatëve të cilët janë në komunën e Deçanit. E pas 12 tetorit, mundi me ullë edhe me ndjek se çfarë po ndodh pikërisht në Deçan. Kush po e fiton këtë komunë?